O Hoxh, a do vi një pejgamber i ri dhe ta bëj gjithë botën musliman dhe në paqe? Muhamedi alayhi salam është vula e profetëve. Është profeti i fundit që ka dërguar i madhi Zot. Allahu i lartësuar Muhammedin alayhi salam e ka dërguar për gjithë njerëzimin, kafatan linnas, për gjithë njerëzimin. Ka ardhur me lajmin e mirë, si përgëzim, por edhe si paralajmërues. Ndërsa të bëhet e gjithë bota musliman, Allahu i lartësuar ka caktuar që në këtë botë të ketë besimtar dhe jo besimtar. Të ekzistojë e mira, të ekzistojë e keqja. Dhe njeriu është në provë dhe është i lirë të zgjedhë atë që dëshiron. Në kohën e Muhamedit alayhi salam, ka pas musliman, por ka pas edhe jo musliman. Pas Muhamedit alayhi salam, në kohën e shokëve të tij, ka pas musliman, ka pas edhe jo musliman. Në trojet tona, ka pas musliman, ka pas edhe jo musliman. Dhe askush nuk pretendon që gjithë njerëzit të bëhen musliman. Dëshira është e madhe. Por musliman dhe jo musliman do të ekzistojnë. Ajo që ne bëjmë, dialogojmë, diskutojmë, ftojmë, ashtu siç ka ftuar Muhamedi alayhis salam, të adhurohet Allahu i lartësuar një i vetëm, të besohet dhe të pasohet Muhamedi alayhis salam, por njerëzit janë të lirë, ndërsa për paqe të gjithë duhet të kontribojmë, si muslimanët edhe jo muslimanët. Bindja fetare, se cili ka fenë e tij, lakum dinukum waliya din. Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time. Ndërsa për paqen të gjithë duhet të kontribojmë, të ruajmë paqen mes njëri tjetrit. Për shembull, ne në Shqipërinë e kemi bashk. Muslimanët kontribojnë për ruajtjen e paqes. Jo muslimanët duhet kontribojnë ta ruajmë këtë paqe, ta ruajmë këtë vend, të kontribojmë në ndërtimin e këtij vendi. Patjetër, ndërsa musliman dhe jo musliman, pra kanë qenë, janë dhe do të jenë. E rëndësishme, ne gjithmonë duhet të ketë dialog, duhet të ketë diskutim, duhet shpalosen argumentet, dhe normal, muslimani e ka bindje fetare që i fton jo muslimanët të bëhen musliman. Allahu i lartësuar në Kur'an i fton jo muslimanët, jo besimtarët që të bëhen besimtar, besojnë Allahun e lartësuar, të besojnë dhe të pasojnë Muhammedin alayhis salam. Dhe kush beson Allahun e lartësuar, kush beson dhe pason Muhammedin alayhis salam, në këtë botë Zoti i gjithësisë ja mundëson një jetë të lumtur dhe në botën tjetër përjeton mirësi pafund, përjeton xhennetet, pra hyn në xhennetet e Allahut të lartësuar. Allahu na boft prej xhennetlive. Amin.